Fundjava që lan pas shënoi një tjetër rritje të dukshme të fluksit turistik nga Shqipëria drejt Kosovës. Rreth 10.000 shtetasë shqiptar vizituan Prizrenin duke e kthyer qytetin historik në një nga pikat më të gjalla të fundjavës, ndërsa interesimi u shtri edhe përtej qytetit. Brezovica dhe Prevalla u konfirmuan si destinacionet më të preferuar, veçanërisht për ata që kërkuan natyrën malore, ajrin e pastër dhe pushimin aktiv. Turizmi dimror dhe ai malor po mbetet një ndër arsyet kryesore që shtetasit nga Shqipëria zgjedhin Kosovën, sidomos gjatë fundjavës dhe festave. Kjo prirje reflektohet edhe në statistikat vjetore. Vetëm gjatë vitit të kaluar mbi 1 milion shtetas nga Shqipëria vizituan Kosovën, duke përbërë kështu përqindjen e madhe të totalit të turistëve të huaj në Kosovë. Shifra e lartë dëshmon jo vetëm afërsinë gjeografike dhe lidhjet tradicionale mes së dy vendeve, por edhe rritjen e besimit ndaj ofertës turistike kosovare, e cila po zgjerohet vit pas viti. Në këtë kontekst, Prizreni dhe zonat përreth po konsolidohen gjithnjë më shumë si nyje të rëndësishme të turizmit rajonal, ku vizitorët nga Shqipëria zënë një peshë kyçe. Pritjet janë që ky trend të vijojë edhe në muajt në vazhdim, duke e shndruar turizmin ndërkufitar në një nga shtyllat kryesorë të zhvillimit ekonomik dhe të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Shqipërisë.